Në publik, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka qenë rezervuar në deklaratat e tij për gjykatën speciale në Hag, ku po gjykohen për krime lufte ish-krerët të ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Por gjatë ditës, në 5 vjetorin e ngritjes së akuzës, Kurti publikoi një shkrim të gjatë në rrjetin social Facebook, përmes të cilit tregoi se në vitin 2022 i kishte kërkuar kryetares së dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafillova lirimin e ish-krerëve të UÇK-s. Ai tha se për këtë çështje kishte punuar për një kohë të gjatë, por në heshtje. E bëj publike sot për një arsye të vetme, sepse besoj se është e drejtë që ata të kthehen në shtëpitë e tyre, të jenë pranë familjeve të tyre dhe ta mbrojnë në liri luftën e drejtë çlirimtare të Kosovës. Përgjigjja e zonjës Trëndafilova pas 2 javësh që mori letrën nga unë nuk ndryshoi asgjë. Kërkesat e paraqitura nuk morën zgjidhje. I shqetësuar me procesin gjyqësor në Hag, është shprehur edhe ish-ministri i punëve të jashtme Petre Selimi. Ai thotë se është e pashpjegueshme se si ish-presidenti tha që edhe të tjerët kanë qëndruar kaq gjatë në paraburgim, donse disa shtete perëndimore kanë ofruar garanci për ta. Presidenti tha që për edhe miqtë e tij themeluesit e UÇK-s të Shtetit të Kosovës, shumë prej tyre tash 5 vite janë mbyllur në paraburgimin e gjykatës së Hagës. Presidenti tha që ishte në aeroplan duke udhëtuar në takim me zotin Trump, me presidentin atëhershëm Trump, kur e paralajmëruan apo e shpallën atë akuzën, gjë që bëri shumë njerëz të komentojnë apo të më dyshim se tërë procesi kishte një farë prapavije politike. Po jashtë asaj është e pakuptueshme se si për 5 vite me radhë mbahen ish-lider të shtetit në paraburgim. Tutje, ai shtoi se shteti i Kosovës ka bërë shumë pak për t'i dalë në mbrojtje ish-krerëve të UÇK-s. Për mbrojtjen e të vërtetës, për mbrojtjen e historisë, kur e dim që Kroacia ka paguar mbi $40 milion në vlerën e parave të sotshme për generalin e vet Gotovinën, i cili u lirua në fund, del se Kosova në një mënyrë shumë më pak është kujdesur dhe jo që nuk është kujdesur, por ka bërë kufizime iracionale për kostën e avokatëve. Ndërkohë, avokatët mbrojtës kanë theksuar se ushtria qeverimtare e Kosovës nuk do të kishte fituar mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare nëse do të kishte ekzistuar një plan kriminal, siç pretendojnë prokurorët.